Horoskopi për ditën e diel 26 korrik 2026. Dashi. Kjo e diel sjell një frymëmarrje të thellë në jetën tuaj sentimentale. Kohët e fundit keni ushtruar shumë presion mbi veten dhe partnerin, duke kërkuar që gjithçka të jetë e përsosur. Sot do të ndjeni se tensioni fillon të zbehet. Është dita ideale për të shijuar momente të qeta pa bërë plane të mëdha apo diskutime të rënda. Në punë, Saturni kthehet në prapavi në shenjën tuaj dhe kjo do t'ju detyrojë të ulësh pak ritmin. Keni vrapuar me shpejtësi drejt qëllimeve tua, por sot është momenti për të ndalur marshimin. Mos e shih si ngecje, por si mundësi për të rishikuar strategjinë tuaj pa e ngarkuar veten me faj. Parat. Nuk është dita për të marrë vendime të nxituara financiare apo për të blerë gjëra të mëdha. Përdore këtë kohë për të analizuar shpenzimet që keni bërë muajt e fundit. Duke e qetësuar dëshirën për shpenzime impulsive, ju do të arrini të krijoni një ekuilibër më të mirë për të ardhmen. Shëndeti, trupi dhe mendja juaj po kërkojnë pushim. Ndikimi i hënës tek britçapi ju ndihmon të gjeni një lloj stabiliteti dhe t'i kushtoni vëmendje sinjaleve të lodhjes. Lini mënjan, stërvitje të rënda apo bëni punë të shtëpisë me karar, thjesht duhet të karikoni bateritë. Ngjyra me fat është e bardhë, koha me fat është 18 deri në 20. Vazhdojmë me Demin. I dashur Demi. Sot do të ndjesh një lehtësim të madh që nuk e prisnit prej kohësh. Në dashuri, nëse marrëdhënia ka qenë e ngarkuar nga stresi i përditshëm, kjo e diel ju fton të uleni dhe të shijoni praninë e njeriu të zemrës, pa patur nevojë të thoni apo të bëni shumë. Qëndroni thjesht dhe do të afroheni më shumë. Për sa i përket punëve, keni punuar jashtëzakonisht shumë dhe ky ritëm nuk është i shëndetshëm për ju. Astrologjia e ditës të jep leje të plotë për të bërë një pushim. Duke u distancuar për pak orë nga detyrat dhe ambicet e punës, do të shihni se kur të riktheheni, do të jeni shumë më produktiv. Hëna ju ndihmon të jeni të matur me financat tuaja, do të ndjeni dëshirë për të shpenzuar jashtëmase, por gjithashtu do të gjeni dhe paqe në faktin që gjërat i keni në kontroll. Është ditë e mirë që të planifikosh, jo të veprosh. Ky ngadalësim i ritmit për sa i përket anës shëndetësore është pikërisht ajo që ju duhet për fizikun tuaj. Nëse keni patur shqetësime të vogla, sot do të vëreni një përmirësim nëse thjesht zgjidhni të mos bëni asgjë të rënduar. Ngjyra me fat është ngjyra krem dhe blu. Koha me fat është 9 deri në 11 paradite. Binjakët. Në dashuri, ndryshimet kozmike ju ftojnë të reflektoni thellë për qëllimet tuaja afatgjata. Mund të zbuloni se keni energji për diçka që në të vërtetë nuk e dëshironi më. Ndaj mos ke frikë të ndryshosh drejtim. Nyja veriore në yjor po ju hap dyert drejt horizontesh të reja. Parat. Është moment reflektimi dhe për portofolin tuaj. Nëse po mendoni të investoni në një trajnim, shkollë apo udhëtim jashtë vendit, bëjni llogaritë mirë. Shpenzimet që lidhen me rritjen tuaj personale janë të favorizuara, por gjithmonë me plan. Shëndeti. Mendja juaj ka qenë aktive shumë kohët e fundit, ndaj ka ndjerë një ndjesi ankthi. Përpiqu të gjesh një aktivitet që ju qetëson mendimet, si leximi i një libri apo shëtitje në natyrë pa telefon me vete. Ngjyra me fat është portokalli. Koha me fat është në mbrëmje. Gaforja. Në dashuri, hëna në britçap vendos theksin tek marrëdhëniet tuaja më të ngushta. Kjo e diel ju ofton të mundësoni kohë cilësore lidhur me partnerin tuaj, larg zhurmës së detyrimeve të tjera. Shkëmbeni ndjenjat me njëri tjetrin pa patur frikë se do të dukeni keq. Në punë,
që nga fillimi i vitit keni punuar pa ndalur dhe karriera ka qenë prioriteti juaj kryesor. Saturni retrograd në shtëpinë e karrierës tuaj sjell më në fund një lehtësim. Sot mund të shkëputeni nga puna pa ndier faj. Tensione të vogla do të kesh rreth financave ose detyrimeve që mund të vinë për shkak të opozitës diell Pluton. Ky nuk është një moment për të panikuar, po për të bërë një plan të qartë si të çlirohesh nga ndonjë barr apo një borxh që po ju rëndon. Për të ndjerë mirë fizikisht, sot duhet të bëni gjëra që ju sjellin kënaqësi shpirtërore. Qoftë një banjë të ngrohtë, gatimi i pjatës tuaj të preferuar apo thjesht gjumë, trupi juaj do t'ju falenderojë. Ngjyra me fat është jeshile dhe kafe, koha me fat është në mbrëmje. Luani. Në dashuri mund të përballeni me disa të vërteta të brendshme pasi dielli në shenjën tuaj përballet me Plutonin. Kjo mund të sjellë ndonjë tension të vogël me partnerin ose një ndjenjë sikur dikush po përpiqet t'ju kontrollojë. Kushtojeni vëmendje dhe mos lejoni që egoja të pengojë komunikimin e sinqert. Për sa i përket punës, sektori retrograd ju kërkon të ngadalsoni dhe të bëni një kontroll të realitetit. Për sa i përket anës financiare, pyet veten, zgjedhjet tuaja aktuale a përputhen me atë që po bëni aktualisht? Është krejt normale nëse zbuloni se disa ëndra të vjetra nuk ju përfaqësojnë më. Para, ndikimi i yjeve ju këshillon të jeni të kujdesshëm me menaxhimin e parave sot. Mos bëni lëvizje të mëdha financiare të bazuara në emocione apo në dëshirën për të treguar një status më të lartë. Stabiliteti vjen duke parë gjërat siç janë. Qëndroni me këmbë në tokë. Ana shëndetësore, dita është pak e ngarkuar emocionalisht dhe reflektohet dhe në trup. Mos e sforco veten me aktivitete të rënda. Gjej një hapësirë ku mund të jesh vetëm me mendimet e tua për të sqaruar në mendjen tënde dhe çfarë të tensionon dhe që ta largosh. Ngjyra me fat është e artë, koha me fat është 11:40 deri në 13:50. Virgjëresha. Yjet sot mund të nxjerrin në sipërfaqe disa pasiguri apo ndjenja të fshehura xhelozie dhe pakënaqësie. Nëse ndjeni se po jepni shumë më tepër nga sa po merrni në marrëdhënien tuaj, duhet që këtë gjë ta diskutoni me qetësi me partnerin. Mos i ngrini tonën, mos u revoltoni, vendosni kufi të shëndetshëm. Puna, keni qenë në lëvizje të pandërprerë dhe sot do të ndjesh se kjo dinamik nuk është më e qëndrueshme. Saturni retrograd ju detyron të ulni ritmin dhe të rishikoni ngarkesën tuaj të punës. Nuk keni pse t'i bëni gjitha vetë. Mësoni që t'i dorëzoni gjërat edhe tek të tjerët. Për sa i përket financave, kjo e diell kërkon vëmendje maksimale tek financat. Pasi Saturni hyn në prapavi, është momenti perfekt për të rregulluar buxhetin tuaj. Nuk është dita që të bësh blerje të pamenduara apo shpenzime luksi. Përqendrohu tek ushqimi dhe organizimi i llogarive të përbashkëta. Ana shëndetësore, presioni për t'i bërë gjërat në mënyrë perfekte ju ka lodhur pak fizikisht. Duhet t'i kushtosh pak vëmendje gjumit dhe sistemit tuaj tretës. Trupi juaj ka nevojë për një pushim të vërtetë, ndaj jepja vetes lejen që të shkëputesh pak nga detyrimet dhe t'i japësh qetësi. Ngjyrat me fat është e zezë, koha me fat është paradite. Peshorja. E dashur peshore, Saturni retrograd sjell vëmendjen tuaj tek marrëdhëniet. Është koha për të parë me ndershmëri se cilat lidhje janë vërtet reciproke dhe cilat ju shpenzojnë energjinë. Nëse jeni beqar, mendoni nëse po kërkoni dashurinë në vende dhe në mënyrat e duhura për një lidhje afatgjallë. Nga ana e punës, mund të ndjesh një lloj tensioni mes asaj që dëshiron për veten dhe kërkesave të tjerëve në sferën profesionale. Mos u nxito të zgjidhësh konfliktet që ke në punë sot. Përdore të dielën për të distancuar dhe për të parë gjërat nga një perspektivë më afatgjallë.
Parat, nëse kohët e fundit keni patur shqetësime lidhur me parat, sidomos ato që lidhen me të tjerët, si kontrata, borxhe, sot mund të marrësh një sinjal se ku duhet të vendosësh kufit më të fortë. Mos lejoni që bujaria juaj të keq përdoret nga njerëzit që nuk e meritojnë. Shëndeti, emocionet të mbledhura mund t'ju bëjnë të ndiheni pak të rënduar. Një aktivitet që përfshin një shëtitje, yoga apo një lëvizje të lehtë do t'ju ndihmojë të çlironi tensionin që keni nga trupi dhe të ktheni ekuilibrin tuaj të brendshëm. Ngjyra me fat është bezh dhe kafe, koha me fat 17 deri 19:30. Akrepi. Në dashuri, pozicioni hënës tek britçapi ju sjell një ndjenjë sigurie dhe dëshirë për stabilitet. Në planin emocional, mund të zbuloni se një bisedë e thjeshtë dhe e sinqertë me partnerin mund të zgjidhë një keqkuptim të vjetër apo një ngërç. Mos i lini ndjenjat tuaja të jenë nën sipërfaqe. Puna. Ju jeni të përkushtuar ndaj rutinës tuaj. Saturni retrograd do ta bëjë të pamundur të shpërfillni atë që nuk po funksionon në përditshmërinë e punës tuaj. Ndoshta bëhet fjalë për një zakon të keq që duhet ta hiqni qafe, apo të bëni një menaxhim më të mirë të kohës tuaj të punës. Parat, opozita e sotme mes diellit dhe planetit tuaj udhëheqës Plutonit sugjeron se mund të përballeni me disa ndryshime të nevojshme në shtëpi që kërkojnë shpenzime. Bëj gjërat avash ngadalë, pastro, organizo hapësirën tuaj, nuk ju kushton asgjë, por ju ndihmon shumë. Shëndeti, nuk ke nevojë të ndryshosh të gjitha gjërat në mënyrë rrënjësore brenda një dite. Yjet ju inkurajojnë të bëni vetëm një ndryshim të vogël që lidhet me shëndetin sot. Pini sa më shumë ujë dhe flini më herët, rezultatet do t'ju surprizojnë. Ngjyra me fat është kafe dhe blu. Koha me fat është 21 deri në 23:30. Shigjetari. Saturni retrograd dhe hëna në britçap bashkojnë forcat për t'ju dhënë përgjigje në dashuri. Ju keni investuar shumë në lidhje dhe sot ndoshta pyet veten nëse ajo ka vërtet një bazë solide apo është thjesht një flirt kalimtar. Besoj instinkteve tuaja dhe lërni zemrën t'ju udhëheqë. Në punë, mund të ndjeni një përplasje mes dëshirës për liri dhe përvoja të reja dhe detyrimeve rutinë që ju mbajnë të lidhur. Edhe nëse keni shumë gjëra në plan, mos harroni se keni nevojë për një pushim për të freskuar mendjen tuaj. Parat, kjo e diel kërkon që të jeni të vëmendshëm dhe të përgjegjshëm me buxhetin. Fokusimi i hënës në sektorin tuaj financiar ju kujton se siguria vjen nga menaxhimi i zgjuar dhe jo nga shpenzimet e pakontrolluara për aventura të momentit apo qefe kalimtare. Shëndeti. Nëse ndihesh sikur ke ngecur apo je në nivele të ulta energjie, fajin e ka mendimet e tepërta. Ke një lodhje mendore, gjej pak kohë për aktivitete që ju ngrenë humorin dhe jepi vetes pak hapësirë të shkëputesh nga mendimet e punës dhe problemet e përditshme. Ngjyra me fat është e purpurt dhe gri. Koha me fat është mesditë. Britçapi. Hëna hyn në shenjën tuaj duke bërë këtë ditë shumë personale dhe emocionale për ju. Do të jeni shumë më të vetëdijshëm për atë që keni nevojë në dashuri. Nëse diçka në jetën tuaj private ju ka shqetësuar, sot do ta ndjeni nevojën për të zgjidhur atë përmes një bisede të sinqertë. Planeti juaj udhëheqës Saturni kthehet në prapavi dhe kjo ju fton të ngadalsoni pak ritmin. Mund të ndihet pak frustruese për natyrën tuaj punëtore, por është eksaktësisht ajo që ju duhet. Rishiko projektet me qetësi dhe mos u nxito për asgjë. Në ana financiare, opozita Diell-Pluton mund të nxjerrë në dritë disa çështje të vjetra të lidhura me pronat, shtëpitë apo financat të përbashkëta. Mos veproni në ndikimin e dyshimeve apo frikës. Mbajini mendjen të hapur dhe zgjidhni gjërat me transparencë dhe ndershmëri. Shëndeti.
Me hëna në shenjën tuaj është momenti ideal për të kujdesur për veten në planin fizik dhe shpirtëror. Merruni me aktivitete të lehta sot. Ngjyrat me fat është e kaltër e errët. Koha me fat është pasdite e vonkshme. Ujori. I dashur ujor, yja veriore zhvendoset sot në shenjën tuaj duke ju vendosur direkt në qendër të vëmendjes kozmike. Në dashuri kjo sjell një dëshirë të madhe që të jesh vetvetja. Partneri do të tërhiqet nga kjo pavarësi dhe autenticiteti që rrezatoni. Ju nuk jeni të gatshëm të ndiqni rregullat e të tjerëve thjesht sepse ashtu duhet, po thyeni kufizimet e vjetra dhe po ecni sipas ritmit tuaj. Saturni retrograd ju kujton se nuk keni pse të nxitoni në punë, të ndërtosh diçka të madhe kërkon kohë dhe strategji. Parat, mund të ndjeni një lloj ngarkese ose detyrimi financiar që ju rëndon për shkak të ndikimeve të ndërlikuara planetare. Megjithatë, duke qëndruar fleksibël dhe duke mos u fiksuar pas detajeve të vogla, do të gjeni zgjidhje kreative për të menaxhuar buxhetin tuaj. Shëndeti. Më vonë gjatë ditës hëna do të lëvizë në sektorin tuaj të privatësisë që do t'ju bëjë të dëshironi të tërhiqeni pak nga zhurma sociale. Kjo dëshirë vjen për të mbajtur një profil të ulët dhe është perfekte për të pushuar dhe për të mbledhur energji. Ngjyra me fat është e verdhë, koha me fat është në drek. Peshqit. Në dashuri, pas një periudhe të gjatë dhe të lodhshme 18 mujore me nyjen veriore në shenjën tuaj, sot po hyni në një epokë shumë më të këndshme dhe më të lirë. Në dashuri kjo do të thotë më pak vetë kritik dhe më shumë pranim. Do ta keni më të lehtë të lëshoni kontrollin dhe thjesht të shijoni ndjenjat. Në punë, opozita diell Pluton mund t'ju shtyjë drejt mbi ngarkesës në mendime, çka do të ndikojë në produktivitetin tuaj. Saturni retrograd ju kujton se nuk është detyra juaj të rregulloni çdo gjë dhe çdo njeri në vendin e punës. Përqendrohu tek detyrat tuaja, pa marrë përsipër barrën e botës. Për sa i përket parave, urtësia që keni fituar gjatë muajve të fundit do t'ju ndihmojë të bëni zgjedhje më të mençura me paratë. Nuk keni më nevojë të shpenzoni për të mbushur zbrastinë emocionale. Sot është një ditë e mirë për të parë me qetësi se si mund t'i përdorësh kursimet tuaja për diçka speciale. Shëndeti, ekuilibri mes shëndetit mendor dhe fizik duhet të jetë në qendër sot. Mos lejoni që fajt dhe pasiguritë e vjetra t'ju marrin energjinë. Kushtoj kohë, kujdesi ndaj vetes, qoftë përmes një ushqimi të shëndetshëm apo pushimit që trupi juaj kërkon. Ngjyra me fat është e kuqe, koha me fat është mesditë. Ju urojmë të gjithëve një diel sot më të mbar.